Në qytetin e Maliqit u zhvillua me sukses panajiri i ëmbëlsirave dhe produkteve vendase, një aktivitet që bashkoi qytetar, amvisa dhe prodhues nga Maliqi dhe fshatrat përreth. Panajiri solli një mozaik shijesh dhe ngjyrash, ku ekspozuesit ofruan për vizitorët ëmbëlsira tradicionale të përgatitura në shtëpi, produkte bujqësore të freskëta, produkte blegtorale, si dhe mjalti pastër nga bletaria vendase. Ky aktivitet shërbeu si një platformë për promovimin e produkteve lokale dhe forcimin e lidhjes midis konsumatorëve dhe prodhuesve të zonës. Atmosfera ishte e gjallë dhe e mbushur me entuziazëm, ndërsa vizitorët patën mundësinë të shijonin dhe të blinin produkte cilësore, të prodhuara me përkushtim dhe traditë. Panajiri dëshmoi se iniciativat e tilla janë thelbësore për ruajtjen e trashëgimisë kulinare, nxitjen e ekonomisë lokale dhe kthimin e vëmendjes tek prodhimi vendas. Pjesëmarrja e lartë dhe interesi i madh konfirmojnë se panajire të tilla janë të mirëpritura dhe të domosdoshme për komunitetin.